Jemi kthyer sërish, vjen dhe me transmetim të drejtë për të ndalur tani më në të gjitha zhvillimet kryesore që vijnë nga drejtë konkretisht me atë të protestës, teksa një tjetër ditë vijon të mbledh protestuesit në kryeqytet në sheshin Skanderbej si fillim për të nisur pas edhe marshimi drejt bulevardit Shmorët e Kombit në stacionimin e fundit tek godina e kryeministrisë, atje ku do të vijojë përcjellja e mesazheve ndaj qeverisë. Kujtojmë që gjatë ditës së djeshme ka patur një marshim nga ana protestuesve deri në orët e para të mëngjesit duke orientuar drejt aeroportit të Rinasit, edhe pse kjo krijoi më pas diskutime dhe polemika të mëdha. Më është bashkuar në studio kolegu Denis Minga. Denis, mirë se erdhe. Përshëndetje Ermal. Do ta nisim programin në këtë moment që jemi bashkë duke referuar një deklarate të bërë nga ana nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, padyshim që edhe më pas do vijojmë edhe me protestën. Ajo shkruan në rrjetin social në Facebook si një reagim kështu zyrtar, Shqipëria si ne mikpret investimet që forcojnë ekonominë në një kohë kur prej 2 javësh në Tiranë po protestohet kundër projektit të Zvërnecit e ngarkuara në punë e SBA-ve, Nancy Varnhorn thotë se Shqipëria ashtu si dhe vendi i saj kanë të njëjtën qasje duke mikpritur investimet që forcojnë rritjen ekonomike duke ruajtur sektorët strategjik. Shqipëria është e hapur për biznes dhe kompanitë amerikane po kërkojnë të vinë këtu, thot ajo. Pra ky është një reagim mos apo i parë i bërë nga ana e SBA. Po, është një reagim domethënës, duhet të përmendur për shkak të kontekstit të ngjarjeve që po kalon Shqipëria, reagimi është mjaft i rëndësishëm, shkon të paktën në këto pak radhë që ne lexojmë në vazhdën e asaj që ka deklaruar detari qeveria Rama dhe kryeministri se investimi në Zvërnec, që në një farë mënyre ku përmendet dhe emri i Jared Kushner dhe Ivanka Trump, është një investim shumë strategjik dhe që duhet të jepet e gjithë mbështetja. Pra, në një moment të tillë mund të lexohet si një mbështetje për projektin në fjalë. Dhe do të shohim se si do të jetë sot, si do të reflektohet ky qëndrim i ri amerikan, se është një qëndrim që vjen në momentin e delikat që po kalon Shqipëria tek protestat. Ju e thatë me drejt që dje pati një ndryshim kursi të protestës, e cila nuk është pritur mirë nga një sër protestueshës, edhe me ato që unë kam komunikuar, askush nuk e ka pritur këtë lloj, ishin gjithë pa kënaqur me mënyrën se si devijoi protesta drejt Rinasit. Dhe sot ne mbetet për të parë nëse do kemi një reflektim të mënyrës se si do protestohet apo jo. Duke referuar dhe qëndrimit amerikan, pra në një farë mënyre ka shumë elemente të cilat na bëjnë të kuptojmë se dal nga dal ne po shkojmë edhe drejt lëvizjeve politike. Rama sot ka qenë ndoshta më i kthjellët se kur ka thënë në pjesën e fundit, nëse mund ta kemi edhe një reagim, në pjesën e fundit të reagimit të tij ai thotë që nga kjo histori 2 janë momentet që ose 2 janë reagimin e bërë që në orët e para të mëngjesit, do dalin më të fortë. Do dalë qeveria në kuptimin që do ketë një reflektim nga qeveria e tij dhe se si do jetë ky reflektim mbetet për të parë. Dhe nga ana tjetër ajo që mua më duk e rëndësishme dhe që arrita ta lexoj mes rreshtave është se Rama thotë nga kjo gjë Partia Socialiste do dalë edhe më e fortë. Dhe duke referuar më e fortë në aspektin elektoral, që një parti të dalë më e fortë do të thotë që do testohet në zgjedhje. Apo paralajmëron Rama zgjedhjet parakoshme ku PS nga 83 apo 82 që ka tani për shkak deputetës mund të shkonte edhe më lart, kjo mbetet për të parë, por fjalia se si unë e lexova ishte që Rama po hedh sfidën që në çdo moment që të bëhen zgjedhjet, Partia Socialiste do dali më e fortë, mund ta lexoj edhe tekstualisht se si ka thënë. Dhe në fakt kreu qeverisi përcjell mesazhet në rreshta zakonisht për pikërisht. Ajo frazë sotme e kryeministrit në një farë mënyre tregon që Rama këtë tutje do të lëviz politikisht. Dhe unë e shoh lëvizjen e tij në 2 aspekte. Aspektin e parë për sa i përket qeverisë, ku thotë qeveria do të reflektojë në funksion të asaj pjese të shëndetshme të protestës, dhe këtu kemi rënë të gjithë dakord që ka vend për të protestuar sepse problemet ekonomike apo keqëqeverisja në disa sektor janë evidente dhe këtë Rama duhet ta lexojë mjaft mirë. Nga ana tjetër ai flet edhe për atë që është sfida e Partisë Socialiste, por që një parti, e theksoj edhe një herë, të rritet, duhet që patjetër të shkojnë në test. Dhe kryeministri e thot tekstualisht në këtë moment duhet ta gjej reagimin e paradites, por që është mjaft i qartë që
ai e lë të hapur pra mundësinë që të kemi zgjedhje në çdo moment që besoj mund të jetë një nga skenarët e Ramës. Qeveria shqiptare, thot Rama, do të nxjerrë patjetër mësimet që i duhen nga pjesa e çiltër e protestës, duke adresuar si duhen shqetësime legjitime të asaj pjese. Pra, se si do t'i adresoj Rama me qeverinë e tij shqetësimet, do thotë që do ketë lëvizje politike brenda kabinetit të tij. A kjo përkthehet në riformatim apo përkthehet në ndryshime ligjesh që i referohen pikërisht ambientit apo këto që ne kemi diskutuar, mbetet për të parë. Pjesa e dytë që ai thot Partia Socialiste, e cila pasi të shpërndahet mjegulla, do t'i zhgënjejë rënd të gjithë kundërshtarët e saj, duke u shfaqur më e madhe dhe më e fortë në qendër të skenës politike të Shqipërisë. Këtë unë e lexoj si një mesazh të qartë që kur të vinë zgjedhjet nesër, Partia Socialiste do të ketë më shumë mandate, thot Rama, se sa 83 sa ka sot, apo 82, sepse një deputet tashmë është larguar. Denis, duhet ta sqaroj këtë gjë. Ju po i referoheni vetëm deklaratës në fjalë të kryeministrit, apo keni sinjale? Jo, unë po i referohem vetëm lexim të deklaratës. Pra, për herë të parë, Rama lë të kuptoj që mund të ketë pasi të iki mjegulla, dhe mjegulla nuk i referohet Rama një periudhë 2 vjeçare në 2029-s. Mjegulla bëhet fjalë për çështje 2-3 javë ose brenda kësaj vere. Edhe në kontekstin simbolik që e përdor. Pasi të largohet kjo situatë, pasi ai të ketë arritur të menaxhojë protestën, ose zgjedhjet mund të jenë një menaxhim proteste, sepse po ta çosh vendin në zgjedhje parakoshme do të thotë që ke menaxhuar protestën. Ai thotë që PS-ja do të dalë më e fortë. Më e fortë nuk del me mitingje që bën Rama për 35 vjetorin. Më e fortë del vetëm nga zgjedhjet. Nga gara. Dhe nga gara, dhe riformativ. Shifrat ai mund t'i ketë, sepse unë e kemi thënë dhe bashkë më parë që Partia Demokratike sot është në nivelin më të ulët të saj, edhe sondazhet thonë që është diku te 20%. Kjo rënje e ndjeshme e Partisë Demokratike padyshim shkon në favor të Partisë Socialiste. Por sigurisht që Partia Socialiste dhe Rama duhet të ndryshojnë komplet qasjet e qeverisjes, sepse edhe rasti i deputetës Koçeku, çfarë tregon Erman? Do të ndalemi këtu. Pra, tregon që ti nuk mund të qeverisësh vetëm me, si thua, me eksperimentet e tua. Unë po dëgjoja pak disa përfaqësues në Shkodër, kjo zonjë s'ka qenë fare pjesë e strukturat Partisë Socialiste, është vendosur aty thjesht nga vullneti i Ramës. Po ka dhe diçka këtu, Denis. Pse? Sepse të marrësh dikë, ta vendosur në listë të mbyllur, ju dini fare mirë që nuk është se ndodhur rastësisht, apo një ditë të bukur u zua dikush edhe e bërë. Zonja Koçeku është eksperiment i 100% i zotit kryeministër. Pra, ai ka dështuar në këtë rast, për shkak se ka vendosur një figurë jashtë vullnetit Partisë Socialiste. Dhe doli që në një moment caktuar, zonja Koçeku thotë jo, nuk na pajtohen vizionet dhe largohet. Dhe duhet ta ndaj pak këtë, sepse unë nuk jam dakord me linqimin që kam dëgjuar socialistë të ndryshëm i thonë që duhet lësh mandatin se ka lista e mbyllur. Duhet ta ndajmë pak këtë, Ermal, sepse duhet jemi shumë institucional në këtë çështje. Në momentin që ti bëhesh deputet, aty nuk ka më parti. Deputeti, pavarësisht se është i siglës Partisë Socialiste apo i PD-s, deputeti duhet i shërbej qytetarit shqiptar dhe quhesh deputet i Parlamentit të Republikës së Shqipërisë. Nuk quhesh deputet i Partisë Socialiste të Parlamentit të Shqipërisë. Sepse me këtë logjik mund të bëj një krahasim, i bie që meqense majoranca zgjedh presidentin, presidenti të kthej një ligj të majorancës dhe majoranca thotë pse e ktheve sepse zgjodha unë. Pra nuk është kjo logjika. Rasti konkret nuk vjen nga një garë në listë hapur që tregon edhe mbështetjen që ka. Ky eksperimenti i Ramës dështoi. Okej, po them logjika e analizës që bën pas. Për këtë eksperiment duhet mbaj Rama përgjegjësi. Pse e ka vendosur Rama? Sepse socialistët e Shkodrës nuk e kanë dashur këtë zonjë, nuk e kanë njohur fare kush është këtë zonjë. Moralisht vlen mandati? Moralisht nuk ka lidhje, mandati është ligjor. Kur e merr mandatin i betuar, nuk je më i detyruar të japësh llogari as kryetarit partisë, as po vetëm qytetarit shqiptar. Për sa ajo mund ta japi vetë dorëheqjen. Në vullnet të lirë. Por nuk është e thënë që socialistët ti thonë tani me qijet e listë e mbyllur, ti duhet të largohesh sepse nuk përfaqëson më, nuk ndodh kjo. Ne biles duhet mësohemi me këtë lloj deputetësh që deri diku janë dhe rebel, nuk u pëlqen partia. Dhe këtu pastaj prandaj themun që Rama duhet heq dorë nga mënyra se si i cakton listat dhe ato lista duhet bëhen në përputhje me kërkesat që ka Partia Socialiste, bie fjala në Shkodër apo në rrethe të tjera të vendit. Kështu që unë nuk e shoh problem zonjën Koçeku se u largua nga PS-ja. Unë shoh problem zonjën Koçeku e cila pas një lloj kontributi në politikën shqiptare vjen e bëhet deputete.
dhe mund përmendim këtu një personalitet të së-majtës si Petro Koçi, që është një figurë shumë morale, shumë me integritet dhe i papërlyer me një politikan karriere, nuk lihet jashtë nga kjo politikë që ka ndjekur deri tani Rama me qasjen e tij dhe vin njerëz anonim si Zoja Koçeku apo Zeqine, ku diun si e ka ajo e Firit. Këtu, nëse Rama nuk reflekton në këtë moment që situata i ka ardhur këtu ku s'mban mend, Partia Socialiste do vihet do të kurret ashtu siç po zhduket Partia Demokratike, e cila është në nivelet më të ulta të saj. Por besoj me këto që lexoj nga ato që thot kryeministri, ky do jetë një moment shumë i mirë për reflektim për vetë Ramën, për vetë Partinë Socialiste dhe për qeverisjen që mund të jetë nesër. A është lëvizja që Koçeku bën, nuk flas si figurë personale, por si një deputet jashtë force politike, një lëvizje që mund të pasojë të tjera të Partisë Socialiste? Këtu po, ky është një moment interesant, Ermal, sepse unë kam përshtypjen problemi më i madh që mund të ketë Rama mund të jetë vetëm grupi parlamentar, i cili është grupi që përcakton fatin politik të Ramës. Pra një grup që zvoglohet në 71 mandat, do të thotë që Rama largohet nga parlamenti sepse kushtet nuk ta krijojnë. Unë nuk besoj jemi në kushtet që protesta mund të jetë në ato nivele sa të detyrojë kryeministrin për dhënë dorëheqjen. Nuk jemi ende shumë larg nga koha që Rama të detyrohet të jap dorëheqjen nga numrat në shesh, por numrat në parlament janë të rëndësishëm. Nuk e dim se si do të jetë raporti në Partinë Socialiste, aty nuk është se ka ndonjë zhvillim, sot ka patur një mbledhje grupi, por nuk ka dalë asgjë serioze, me sa duket çdo gjë pritet nga iniciativat e kryeministrit, edhe në funksion të qeverisë, po edhe në funksion të një mundësie që unë e lexoj mes rreshtave që ai ta çojë vendin në zgjedhje, nëse situata vijon të mbetet e pandryshuar për shkak të presionit të protestave, por gjithsesi e them edhe një herë, në rast se Rama ruan koezionin në grup, pra ato 82 mandate dhe rasti Koçeku nuk përsëritet më, rreziku i protestave mund të menaxhohet më shumë se sa rreziku i numrave. Pra largimi i deputetëve si shembulli Koçeku do të ishte më problematik për Ramën se sa njerëzit në shesh. Tani nuk mund të parashikohet, por të paktën analiza se çka vëren dhe në zhvillimin politik të ardhur nga kjo forcë politike deri në këtë pikë, mund të ketë nga ata individ që mund ta bëjnë, që i shihni problematik për Ramën, për majorancën atje, se kryesisht mund të jetë një rast, por në listën për deputet nuk është se përfundon rastësisht, kështu që kjo më bën të dyshoj pastaj. Varet se si janë raportet në Partinë Socialiste, në brendësi, për shumë e shumë çështje. Ne kemi parë deri tani, por nuk besoj që mund të jetë zonja Elisa Spiropali që mund t'i shkaktoj probleme kryeministrit, sidomos në këtë moment delikat, por prandaj them që Rama edhe për t'i paraprirë një zhvillimi që mund dalë papritur në Partinë Socialiste, do të bëj këtë riorganizim në dy drejtime në këndvështrimin tim, edhe për sa i përket qeverisë, por edhe të përgatitet për zgjedhje sa herë që ato mund të jenë të nevojshme për të ulur dhe fluksin e protestave në shesh. Qartë. Denis ka nisur marshimi i protestuesve nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët të Kombit. Është kjo pamja që tregohet me dron në këtë moment edhe për marshimin e tyre të nisjes së ndjes nga sheshi Skënderbej. Kam kolegen Joana Preja në komunikim të drejt për drejt, cilin e përshëndes. Joana, jemi së bashku, shohim nëpërmjet pamjeve që sapo ka vijuar marshimi. Të përshëndes, në ditën e 16 tashme, qindra protestues më të themi, pasi u grumbulluan fillimisht në sheshin Skënderbej, po i drejtohen kryeministrisë në marshimin për të vijuar me fjalimet atje. Megjithatë, ndryshe nga herët e kaluara, janë mbajtur dhe disa fjalime pra të vogla, mund të themi, në fillim nga Alben Kola, nga Kuksi, që mund të themi që ka qenë një nga figurat që ka qenë zëri i kësaj protesteje që në ditën e parë. Ky i fundit ka folur në lidhje me itinerarin që është ndjekur një ditë më parë nga protestuesit gjatë marshimit, të cilët bllokuan autostradën dhe tentuan të shkonin deri në Rinas, deri në momentin që u bllokuan nga policia. Mund të themi që ata deklaruan se ky gabim nuk do ndodhë më, pasi nuk kanë asnjë synim për të bllokuar Rinasin, nuk kanë asnjë arsye, pasi kërkesat e tyre janë
të ditur tashme dhe nuk lidhet në asnjë mënyrë në lidhje me këtë. Po ashtu, ata thanë që do drejtojnë sot marshimin edhe nuk do të jetë në asnjë mënyrë larg unazës së madhe. Kjo është dita e 16 pra që mblidhen protestuesit, pasi shkëdia e parë mund të themi ka qenë situata dhe projekti në Zvernec, ku patin një përplasje me policinë private në atë zonë, edhe nga aty morën shkas për të dalur pra në 16 ditë protest. Aktualisht, po dëgjojmë edhe thirrjen që mund të themi kanë qenë zëri këtyre ditëve, siç janë Revolucion, Rama Burg, Berisha Hamburg, kanë qenë edhe Shqipëria e Re, që mund të themi ka qenë edhe motoja e kësaj proteste. Itinerari i ditës së sotme aktualisht nuk dihet, pasi protestuesit bërin kryeministrin, bajnë pothuajse fjalime qytetarët, ku shprehin pakenajësitë e tyre dhe paraqesin kërkesat. Megjithatë, mund të themi që pas fjalimeve kemi edhe pjesën e dytë të protestës, që është marshimi. Aktualisht nuk e dim itinerarin, pasi gjatë ditëve të fundit kanë qenë ndryshëm me synimin që t'i bashkohen sa më shumë qytetarë. Megjithatë, nga folësit është bërë e ditur që nuk do jenë më larg se sa, domethënë nuk do dalin jashtë unazës së madhe. Qartë. Jana, falenderoj për gjithë informacionin që ndave me shkuesit tanë në këtë çast, ne ndihmë për pak çaste atë çka po ndodh aktualisht në terren në nisje të këtij marshimi në bulevardin e Shmorgëkomit të protestuesve në ditën e 16 të tyre, teksa kalimi nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Drejt kryeministrisë, kjo është nisja. Shoh paktën numri aktual është i ndjeshëm i vogël, nuk e di pse është kaq i vogël sot. Fakt për bërë krahasimin edhe me ditët e tjera, nisja ka qenë dje, pra ajo që ndodhi dje që ne theksuam ishte një gabim dhe që mund t'i kushtoj protestës, duket, tani nuk e dim, do të shohim gjatë orëve të mbrëmjes, ku zakonisht ndodh që të rritet numri i protestuesve dhe ka qenë konsiderueshëm padyshim numri i protestuesve dhe jo pa qëllim e kemi thënë që protesta e vërtet janë këta njerëz duke vënë në plan të 3 dhe të 4 pikërisht protestat e Berishës, por shohim sot që ka një numër më të reduktuar, numër më të ulët dhe kjo ndoshta i dedikohet faktit që atë që tham në fillim normal ka patur shumë protestues të pakënaqur me mënyrën se si u reagua dje dhe që me dhjetra qytetar mund të kenë humbur dhe fluturimet, nuk e dim se nuk kemi një të dhënë të saktë për shkak të bllokimit të rrugës kombëtare. Se duhet thënë Ermal, bllokimi i rrugës kombëtare nuk është më protestë, është dhunë ndaj lirive të tjerëve. Pra, ti ke mundësi të protestosh dhe ky vend, demokracia e këtij vendi, liria e këtij vendi, pavarësisht se ti e shan e sulmon çdo ditë, të ka dhënë mundësinë të protestosh përpara selisë më të rëndësishme politike të vendit, siç është selia e kryeministrisë, qëndro aty, bërë rezistencën tënde aty, shfaq mendimin tënd aty, por nuk ke të drejtë të pengosh jetën normale të tjerëve. Unë e kam përmendur edhe në ditët e para, sepse nuk më duk normale as xhirua që bëjnë këta njerëz në rrugët e Tiranës, sepse edhe Tirana ka nevojën e saj për të vazhduar jetën normale dhe kam insistuar gjithmonë që protestat fokusohet vetëm përpara kryeministrisë te bulevardi, sepse aty është vendi ku ti ke objektivin tënd kryesor. Kjo mund të jetë një formë për të treguar që ne jemi në gjendje ta ushtrim më tej protestën. Jo, po kjo është shiko, për të bllokuar një rrugë nuk duhen shumë njerëz dhe dje protesta bllokuesit e rrugës ishte numri më i vogël i protestës. Nuk shkuan të gjithë për të bllokuar rinasin. Pra për të bllokuar një rrugë është shumë pak. Por të gjithë biem dakord sepse bllokimi i rrugës, sidomos një rrugë nacionale, siç ishte ajo që çon në Rinas, ishte një veprim i gabuar vetë. Organizatorët e kanë pranuar dhe siç tha dhe Johana kanë reflektuar dhe kanë thënë nuk do ta përsërisim më këtë, por mund të ketë pasoja tek numrat. Dhe ne shohim që numrat sot të paktën në këtë orë që po flasim, kur ora shënon 18:51 minuta, janë të vegjël. Tani ky zvoglim i numrave i dedikohet gabimit të dieshëm apo jemi ende shpejt, mbetet për ta zbuluar pak më vonë. Po, ndërkohë vijojmë qëndrojmë gjithashtu me pamje të drejtpërgjithshme që vijnë nga tereni, ndërkohë që protestuesit vijojnë marshimet e tyre pranë godinës kryeministrisë, dhe nis mund të ishte një formë kjo për të tjetërsuar disi realitetin aktual politik në rast se shembullin e zonjës Koçeko mund ta ndiqnin edhe deputetët e tjerë, por nuk i referohem
të majorancës. Për shembull, krahu i opozitës apo djegja e mandateve ka treguar që nuk vlen. Shiko, jo, të largohesh sepse zonja Koçeku nuk e ka djegur mandatin. Dakor. Ajo ka djegur praninë e saj në Partinë Socialiste. Dhe me thash, unë e konsideroj një drejt politike të një deputete, edhe pse nuk jam dakord me të për mënyrën se si ajo percepton politikën, se unë nuk e kam dëgjuar asnjëherë atë zonjë që të flasi politikisht. Ka folur thjesht për një gjë të gjuhës, me sa kam dëgjuar ajo insiston se në parlament duhet të flasësh çdo lloj dialekti që do dhe nuk ka problem. Unë jam kundër këtij opinioni. Për mua gjuha letrare duhet të jetë kusht për çdo deputet, kusht i panegociueshëm, dhe këtu nuk habite me Ramën, sepse Rama është një deputeti që e flet më bukur nga gjithë gjuhën shqipe, dhe se si ka pranuar Rama që të pranojë një zonjë që gjuhën shqipe letrare nuk e ka në preferencën e saj. Po nuk është rasti i parë. Po jo, më dakord, por ajo është mburur me këtë. Pra nuk ka arsye të mburresh. Unë nuk po them që aty ka shumë deputet që nuk e flasin bukur gjuhën shqipe, por nuk mburet njeri. Zonja erdhi një ditë dhe tha, gjua ime jam krenare për gjuhën time, pavarësisht se një pjesë e publikut nuk e kupton çfarë thot. Dhe për këtë e mbaj mend unë zonjën Koçeku. Prandaj duhet të fokusohem te ky moment. Nuk e mbaj mend për një ide politike, por kjo është çështje e Partisë Socialiste. Unë mendoj që ai eksperiment rezultoi gabim dhe tregoi fakti, rezultati që ishte një gabim i Ramës. Besoj Rama do reflektoj për këtë lloj gabimi, por nuk e shoh si një tragjedi atë që ka bërë. Ajo është e lirë të veprojë, deputeti është i lirë të veprojë dhe të mendojë dhe të veprojë në pavarësi të plotë. Pra, nuk jam dakord me ata socialistë që e linçojnë, i kërkojnë jep mandatin, nuk s'ka pse ta japi mandatin, por ama na thotë diçka politikisht, nuk e di, ti e ke ftuar më njëherë në studio, mos gaboj apo jo? A patër mundësi ta kem në komunikim? Nuk e di nëse ti ke arritur të kuptosh një diçka nga ajo dhe për hir të së vërtetës shumë e rezervuar dhe po sepse nuk Ermal, ky është problemi që kjo protestë mund ta sjellë të mirë. Mund të them pa frikë që 78% e parlamentit janë si zonja Koçeku, nuk kanë asnjë ide politike. Dhe ne duhet heqim dorë nga kjo qasje në politikë. Në parlament duhet të shkosh për merit, nuk do të shkosh se je interesant dhe ti se ke hapur një bujtin në Malsinë e Madhe. Kjo nuk lidhet fare. Po pikërisht Rama për këtë e mori, sepse zonja ishte interesante. Por çfarë kuptimi ka ti ishte interesante? Po hajde e mbushim parlament me blogere pastaj. Kjo është që për hir të së vërtetës duket që kanë shkaktuar problem për qeverinë këtë rast. Patjetër pra. Kjo është tjetër rast. Pra duhet të them që siç është ajo që në politikë duhet të merresh me politikë. Prandaj e përmenda se unë e kam dëgjuar dhe kam ftuar disa herë një politikan karrierë si Petro Koçi që ka jo vetëm le të themi patriotizmin për këtë vend, por ka dhe integritetin për këtë vend. Lihet jashtë me një neveri nga ekipe drejtuese të PS-s dhe merr njerëz anonim. Por zonja Koçeku, këtë e tutje në momentin që ka hyrë në parlament është e lirë të veprojë si të dojë dhe unë nuk kam ndonjë çfarë të them për atë, por është një problem që për momentin nuk i shkakton shumë vështirësi Ramës, sepse 82 mandate janë njësoj si 83, nuk është se jemi në 72 me 71 që mund të rrezikojë majoranca, por është një gamban alarmi për atë që merret me politikë në këtë vend. Do ta mbushim parlamentin me njerëz anonim që nuk të thonë asgjë, apo do ta mbushim parlamentin me njerëz me integritet, me njerëz që kanë ide politike, se në fundit në parlament duhet të hedhësh, le të themi, opinione, duhet të diskutosh për ligje dhe jo të jesh interesante se nga ke ardhur ose me çaj e marr. Këtu duhet të dalë. Rasti saj është një shembull, ke parasysh nga ato gjërat që ti mendon që ke bërë diçka të zgjuar sepse kështu propagandua nga Rama. Zonja Koçeku ishte një star për PS-n e Shkodrës. Ja pra ku e ke starin tënd dhe vjen dështimi të kthehet mbrapsht dhe besoj këtu të gjithë socialistët duhet të reflektojnë. Rasti radh shumë të dëgjoj të bësh kritik kryeministrit. Do të kthehemi pas pak. Jo, po s'është kritik kryeministri, është mënyrë se si unë e lexoj politikën. Unë jam për atë Ermal, shumë institucional. Në momentin që ti bëhesh ministri i kabinetit, ti je ministri i shtetit, nuk mund të jesh më ministri i partisë. Dhe përzojmë në fjalë, ti je deputete e shtetit të Shqipërisë, jo deputete e partisë. Por këto figura nuk kuptojnë as
rolin që kanë parti, as rolin që kanë në shtetë. Prandaj unë jam pak i revoltuar, sepse ka ardhur koha që çdo njeri të shkojë në vendin e vet. Jo, merri njerëzit, futi në postet qeveritare, futi në poste në politike pa asnjë lidhje me këtë punë.